Por problemi kryesor nuk janë ata. Për mua emri kryesor këtu është drama. E citoj më duket të shprehje me gjenit i thot fajtor nuk është ai që krijon errësirën, ai që bën mëkatin, po ai që bën errësirën. Për mua, ta them emrin, është drama. Po sigur e drama nuk ikën ata. Ata janë thjesht shërptar. Dhe një pjesë e tyre ti jeni i sigurt që as nuk duan të përfshihen me këtë gjë, sepse bëhen viziv, bëhen të dukshëm. Është vetëm rama. Me çfarë mekanizmash do luftoni, zoti Elizoti? E zem 11 maj vjen qeveria. Shteti ka shumë i ka të gjithë i ka të gjitha paratë, të gjithë mundësinë. Ky shtet në Shqipëri sado i dobët të luftojë krimin organizuar. E ka shumë thjesht. Pse? Fatkeqësisht vjen nga sistemi post-totalitar, po vendet që vijnë nga sistemet post-totalitare e kanë shtetin e fuqishëm. Dhe ai mund ja zgjeson punë muajsh. Duke i bërë burime financiare, duke i se është ulje niveli të merrem unë me emrat e njerëzve, me njerëzve delinkuent. E kam parim. Për institucionet e reja drejtësisë, zoti Elizoti ka një mendim disi plural në radhët e opozitës. Ju vetë, cili është mendimi juaj? Në rast se Partia Demokratike merr qeverinë, do insistoj që të ribëj një reformë në drejtësi? Unë nuk mendoj që Shqipëria ka nevojë të ketë gjëra speciale, ato që ka gjithë bota. Të janë bazuar në konceptin e drejtës, megjithatë unë kam qenë i distancuar në çështjen e SPAK-ut, nuk kam pasur në interes, sepse unë nuk besoj në institucione posaçme. Është koncept ky, është mendim. Por të doja, me që kam pasur një lloj dyshimi ose edhe thojë që edhe mund të funksionojë, doja ta shikoja në terren, nuk po e shoh dot. S'po e shoh edhe një javë. Pas zgjedhjeve për mua pastaj zero interes. As pro, as kundër. Arrestimet e zyrtarëve të lartë Partisë Socialiste nuk kanë krijuar një lloj bindje? Fare, nuk më thon asgjë. Janë eliminimi kundërshtarëve të Ramës. Absolutisht. Sidomos rasti i Tiranës. Pra mendoni si diçka e dirigjuar? Një kombinim interesant për publikun. Një shfaqje interesante. Zoti Elizoti, nëse në 12 maj në Partinë Demokratike do shpërthejnë fishekëzarjet e festës apo fishekëzarjet e akuzave ndaj procesit elektoral? Po ajo është e dukshme. Nuk pres gjë, unë e shikoj më të madhe gjën se PD-ja. Unë e shikoj dhe unë nuk besoj që do ndodhi kjo. Në ndodh kjo është një tragjedi për kombin shqiptar. Fitoni apo jo, zoti Elizoti? Kjo është pyetja. Unë jam i bindur po. Tash unë po të them që unë nuk jam perëndia, as profet. Unë besoj tek fitoria. Besoj. Në rast se nuk ndodh kjo, zoti Elizoti, drejt çfarë skenari shkojmë? Po ne unë nuk do hidhem nga dy kështu të pjell me kokë, po. Jo, opozita shqiptare. Është një bisedë që unë nuk dua ta bëj tani. Unë dua të shoj fitoren dhe dua të ikë nga kjo studia me idenë e fitores të njerëzit e ndjekësit e mi. Duke qenë se jemi në fund, zoti Elizoti, çfarë mesazhi ke për qytetarët e Elbasanit veçanërisht? Dilni, ruani rotacionin, ruani demokracinë, mos u trëmni, sepse frika është i vetmi armë që kanë sistemet autokratike, totalitare. Ata janë shumë më dobët. Arsyeja, ata duhet të kenë frikë dhe jo ju. Prandaj ata që do bëjnë dëme bandat kriminale, se e rrotullojnë atë pajisjen, atë mrokullën, do t'i ham. Zoti Elizoti, ju falenderoj shumë për bisedën dhe ju uroj shumë suksese. Gjithë të mirë. Nderuar shikues, kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio.